Hej, të dashur miq, pas pak ja nisim me të ftuarën e radhës, por një falënderim special shkon për mbështetësit e Mam, Lajthiza dhe Dino Rios që janë çdo javë me ne, gjithashtu duhet ju lutem secili për ju që na ndiqni javë pas jave të bëni subscribe në kanalin tim në YouTube për të na ndjekur por edhe për të na dhënë sugjerimet tuaja sa i përket të ftuarve apo temave që duhet të trajtojmë në Mam. Fillojmë me të ftuarën e radhës. Që atëre fillova që të mendoj që mund të ketë autizëm. E shifja që ishte edhe tip introvert, shumë introspektiv. Sa ishte, mendon, sa muesh? Nuk e di Orina, mua më duket se e kam kuptu që orët e para, që kur e kam para aty. Ishte ndjesja ime, se më duke shumë analitik. Pra e shifja që kishte një lloj kështu meditimi, një lloj po jo thjesht meditim, po kështu si në kërkim të përgjigjeve, më duke shumë interesant, shumë ndryshe nga fëmijët e tjerë. Edhe nuk qante. Publiku është mësuar ta shikojë të shpenguar, të fortë, pa filtra, sigurisht kështu mendojmë që do të zjas për gjithmonë, por mëmësia zbut këdo në mënyrë absolute dhe unë për këtë jam e bindur. Apo jo, Zhak? Patjetër. Ka ndodhur ky proces me ty? Po, ka ndodhur tani, nuk do të përdorja tamam zbutje, por do përdorja më shumë të përgjeshme, do me thënë më ka ullur me këmbë në tokë më fort. Më ka dhënë një shkundje të mirë, ullur në qikë fokusohu tani tjetër kundësht prioriteti edhe... Faleminderit që sot në Mam. Faleminderit të dashur për ftesën. Jam shumë e lumtur që të kam për të folur për gjithë rrugtimin tënd, i cili ka nisur që për shtatzanie, ishte një shtatzani e planifikuar apo erdhi papritur, nuk ishe përgatitur për të... Ishte, si më thënë, diçka që unë e konsideroj mrekulli nga Zoti, sepse vërtet i kisha humbur shpresat që do ndodhte dhe ka ndodhur në momentin që unë kam ngel shtatzan në ditët që i mat ka kaluar në koma dhe pak ditë më vonë ka ndruar jetë, kur unë ndërkohë sapo kisha nisur në procesin e ngjizjes. Dhe unë kam një qist në mitër, të cilin e kam zbuluar në vitin 2019. Dhe mjekët më rekomanduan që unë ta heq mitrën komplet. Pra unë s'do isha bërë nën fare, po ta kisha ndje këshillën e mjekëve. Ishte një këshillë në Shqipëri apo në Gjermani? Megjithatë unë nuk e bëra këtë, nuk e ndërmora këtë hap, edhe fatmirësisht në momentin disa vite më vonë, në 2021 kur vërtet unë kisha humbur shpresa që do bëhesha nën, ndodhi mrekullia, erdhi Amuni në jetë, shtatzania shkoi shumë mirë, nuk kisha asnjë lloj ndërlikimi, as me cistin, asnjë gjë fare. Cisti dhe Amoni u zhvilluan shumë mirë, u bën si më thënë në motër dhe vlla. Me njëri tjetrin, bashkëtuan në paqe. Në paqe. Kishe të vjella, kështu? Nuk kisha fare, çuditërisht, s'kisha neps. Nuk e di çfarë do të them, Orina, një shtatzani vërtet e mrekullueshme. Sa qef. 40 ditë tamam, në ditën e fundit 5 orë para se të më plasnin ujërat, isha duke kërcyer në klub, se ishte Kristiani duke luajtur si DJ. Edhe pastaj shkova 12 orë. Ke pritur 12 orë? Ka qenë një pritje gjatë, pra. 12 orë ka zgjatur. Pastaj lindi Amoni, unë nuk bërtita fare. Ndërkohë dëgjoja ato zërat sikur isha në kasapan aty. Po, si është ai momenti? Tasjen edhe unë atë moment nuk doja fare as të nxirja zë, as të dëgjoja zë, po s'kisha çfarë të bëja. Po çfarë sikleti kisha që s'nxirje zë? Jo, unë kam vetë tipi që nuk alarmohem ose nuk bërtas. Po pse dhimbje? Nuk ndjeja apo bëre epiduralin që në fillim? Jo, ndjeja dhimbje, po ishte e përballueshme, domethënë unë kam goxha rezistent, jam shumë rezistente. Ndaj dhimbjes, po. Ndaj stresit, ndaj vuajtjes, ndaj dhimbjes. Edhe kjo i bëri përshtypje të gjithëve dhe mjekëve që thonin, moj ti, bravo, si s'nxore zoti, çfarë bën kështu?
Kush të shoqëroi në atë në Kristian, samenin? Kristin ka qenë aty? Po, ishte aty, mjekët shumë të mirë, Po gjatë shtatzanis, meqense ti je ndjekur atje, je ndjekur në eko të vazhdueshme, si ka funksionuar pjesa e ndjekjes? Më trego pa, meqense kemi le të themi një alternativë tjetër për ta dëgjuar. Ka funksionuar gjithmonë përmes ekove, ka funksionuar përmes analizave të gjakut. Njërë në muaj bonit eko? Besoj se njërë në muaj ka qenë. Njërë në muaj. Bënja atë të zemrës. Bëja, do më thonë, matej zemra e bebit. Analizat e gjakut vazhdimisht, u bën analizat për të identifikuar nëse kishte ndonjë problem morfologjike edhe pjesa e niptit apo bët në një unë tashti i porositat komplet të gjitha kështu që nuk e dita si pra i ke pasur të gjitha nipt edhe morfologjike, por i bëra të gjitha çfarë duheshin bërë këto. Dhe gjithçka ishte okay. Kjo ka qenë po, gjithçka ka qenë okay. Nuk kam patur fare as shqetësime, si ta thash, çdo gjë shkoi mirë. Amoni ishte shumë i qetë. Mbase kjo lidhet edhe me diagnozën e mëvonshme të autizmit, nuk e di si janë fëmijët e tjerë. Kur lindi edhe momenti që i dëgjove zërin për herë të parë, a patë ti atë lidhjen e mamave të menjëhershme apo atyre mamave që nuk e kanë të menjëhershme, po i vjen pas disa ditësh apo javësh? Jo, unë mendoj që shumë gjëra romantizohen pak ose idealizohen pak ose poetizohen pak, eksagjerohen, hiperbolizohen pak. Sepse në fakt nuk është se ndjen ndonjë që thua wow, çfarë është kjo mrekulli, çfarë është kjo ndjenjë. Thjesht je i përgjegjshëm të del aty një gjë e vogël që mezi po pret të japësh për të pirë. Kështu që ky ishte lidhja jonë e parë, ishte shqyr që dole. Pra nis nga përgjegjshmëria. Përgjegjshmëria, domethënë gjithmonë kam ndier si fillim, jam ndier shumë e përgjegjshme dhe shumë përgjegjëse dhe shumë në funksion të Amon. Gjithmonë Amon është, domethënë unë jam si më thënë, Amon është dielli im, si më thënë. Edhe gjithmonë e kemi patë raport. Dhe gjëja parë që Amoni nuk qante, por që gjëja parë që donte, kërkonte gjirin. Gjirin e kërkoj gjirin. E patë ti atë golden hour që thonë në orën e artë, apo nuk ta vun, le të themi skin më skin që pra lëkur më lëkur. Do më thënë, sa po lindi me, po ishte domosdoshme sepse dhe ai kishte etje me sa duket edhe e futu direkt në gjë? Direkt në gjë. Direkt në gjë, perfekt. Edhe ishte shumë ndjenjë e bukur ajo që tash edhe e re, diçka komplet e re. Mbase duke qenë edhe 40 vjeç që u bëra mama 40 vjeç, mbase isha pak më e rritur, pak më e pjekur, kisha i përjetoja gjërat. Shumë gati, po. I përjetoja gjërat mbase si qyshe. Po pse? Po pse? Se këtu do idhen edhe ato gocat e reja, dhe ju sa von bëheni mama. Po bëshaka, po. Ishte nga që e kam atë, do më thënë, që kur jam për mama, unë nuk flem më. Nuk flem më plotësisht, të bëj një gjumë me një syri i fragmentuar, po, gjithkohës. Edhe jam gjithkohën alert, edhe pse Amoni është gjithmonë, do më shumë i kontrolluar, i që nuk bënaj që, po, ashtu jam, që kur lindi, prandaj them gjyshe, se më duket vetja si kur, po i bëj dhe vetes time, do më thënë si nën, i bëj kritika, ose e shoh pak po kjo ndodh për nënat që bën vonë në moshë, domethënë sepse gra sepse normalisht janë shumë gati, domethënë janë të realizuara nga çdo anë tjetër, nuk e kanë mendjen, nuk detyrimisht në pjesët e tjera, qoftë edhe në karrierë apo kështu se dhe ajo të kondicionon aty, ose duket sikur mbyllet gjithçka në momentin që vjen fëmia dhe pse mund të hapen shumë dyert të tjera pas, por në atë moment ti thua që kur je e rritur le të themi mbi 38 sipër ti thua ok, jam shumë gati për këtë etapë të jetës time. Dhe të gjitha të tjerat kalojnë në plan të dytë krejt lehtësisht besoj. Edhe unë dhe është më mirë kur bëhesh prind në një moshë të maturuar, kur i ke kaluar, kur nuk ke më mendjen kur do dalësh, kur do dalësh, domethënë patjetër do dalësh të bësh jetë, po kur nuk janë më prioritete ato të dalura shoqërirat këto mendoj. Si kanë qenë ditët e para me Amon në shtëpi? Tashti ishte ditë e para duhet rinim në spital njerë se kishte verdhës, ato 5 ditët, dhe ishim për mua të tmerrshme fare, shumë traumatike për mua dhe për Amonin që si duronte dot ato inkubatorin,
Aty në gjante aq të tmerrshëm, domethënë ai fëmijë vogël ashtu i fashuar i bërë, tuba. Nuk e shifja dot. Megjithatë kaloi, 5 ditë që kaloi mirë. Pastaj Amonin e morëm që 5 ditë nga spitali mes korrikut me kabrio. Dhe ai ka udhëtuar vetëm me kabrio. Ka qenë gjithkohës. Vërë në kapele, vërë, domethënë pak syze, kështu është të lezetshme, po më shumë nuk bënin nuk kishin asnjë funksion. Ishin thjesht dekorative. Dhe i heqa, ai nuk i duron dot, kështu që I ke shijuar ditët e para me të. Po, shumë. Pastaj në shtëpi kemi ndejt goxha, ka qenë edhe vap, po ne ndërkohë edhe kemi ndërtuar shtëpinë në periudhën që bile edhe gjatë shtatzanis kam punuar në ndërtim, kam bë karton çes, ças kam bërë, kam heq ato letrat e murit, ças kam bërë atëherë, edhe ishim shumë të angazhuar në fakt, po me Amonin pastaj i jepja gji, ishte shumë i qetë, kishte ritualet e veta, flinte. Flinte shumë apo jo? Nuk flinte shumë dhe atë e vija re gjithmonë që ishte shumë i lëvizshëm, bëhej hiperaktiv para gjumit, rrotulloi në për krevat. Aty që atëherë fillova që të mendoj që mund të ketë autizëm. E shifja që ishte edhe tip introvert, ishte shumë introspektiv. Sa ishte, mendon, sa muash? Nuk e di Orina, mua më duket se kam kuptuar që orët e para, që kur e kam para aty. Ishte ndjesja ime, se më duke shumë analitik. Pra e shifja që kishte një lloj kështu meditimi, një lloj po jo thjesht meditim, po kështu si në kërkim të përgjigjeve, më duke shumë interesant, shumë ndryshe nga fëmijët e tjerë. Edhe nuk qante, nuk ka bërë asnjëherë, nuk është grindur asnjëherë, pothuajse nuk qante. Qante tani pak mbasi kur kërkonte qumësh, normalisht ndrimi. Isha gjithkohon aty edhe nuk I qëllonte aty të kërkonte asgjë, se unë isha gjithkohon gati. Ki ka dhënë gjatë gjë? I kam dhënë 3 muaj sepse mu desht filloja një kur dhe ilaçet nuk ishin shumë, nuk më rekomandoi mjeku, kështu që pastaj vazhdova vetëm me formulë. Po edhe gjatë periudhës parë kur I jepja gjë nuk është se kisha shumë qumësh, kështu që duhet I jepja alternoja pra. Po kështu e kam bërë, më pas fillova t'i jap edhe ushqim. Kur ja nise ushimin? Bananën nisa në fillim që e pëlqente shumë. Ushqimin ja kam nisë 3 muajsh. Po si shpejt? Shpejt ishte, po nga pak, domethënë, sa për t'i mësuar pak me një shije tjetër. A fole me pediatrin tja aso koha? Me pediatrin flisja, po edhe nuk flisja shumë, sepse pediatri t'i linde këto punë në dorë ty, ja linde vetë prindërve. Domethënë ti I thoje t'ja jap ushqimin, ai thoshte, po, thoshte ato gjërat bazike, tipike dhe unë me thënë drejton bashkë me Kristianin menduam që përderisa ai do mësohet të haj ushqimin ton, pse mos filloj që tani të paktën të nuhas diçka, të mësohet me këto ushqime dhe ne formulën I jepnim, domethënë. Patjetër vazhdonte, po. Por që ishte ajo banania që jepte, që kishte qef në ditë, edhe po jep karrota, pure hante. Këto I kishte qef. E filluat pra e filluat me pure, po pastaj vijuat me copa apo si e ke mbajtur? Me mish, me pesh kemi vepruar, kështu ka pra le të themi jo të bluara detyrimisht të gjitha. Shumë fruta ka ngrënë, shumë zarzavate të ziera. Kryesisht karrotat ato hante kryesisht, edhe kasravecin e kishte qef. Normalisht, e freskonte. Kur I kanë dalë dëmbët? I kanë dalë një 6 muaj, 7 muaj, besoj, dolën herë. Se di herët vonë, po atëherë I dolën. Po, se varë dalë ka dhe 4 muaj, domethënë që I dalin dëmbët, po. I dolën kështu me një herë edhe pati gjithë gojën plot. Po. Çuditërisht. Nuk e di tash ja do I dalin ai tjetër, besoj. Ai jepte temperaturë apo jo? Jo, fare. Ka qenë me imunitetin mirë? Vërtet që Amoni ka qenë gjithmonë fizikisht shumë I fuqishëm, nuk sëmurej. Filloi vetëm tani që ka filluar kopshtin, fillon edhe që sjell ndaj virus, domethënë ai grip të vogël, ndaj rruf.
por që besoj është normale për gjithë Është normale prindët. për të gjithë. Të gjithë e kalojmë atë si proces, kështu Po që unë isha mësuar mamun që nuk smure asnjëherë, më duke o zot tani filloi ndërmua unë do të fillova dhe unë të smurem. të gjithë i bjerë imuniteti në fakt pas i vjen në birë një jetë dhe ti aso kohë e mbaje gjithkohës vetë, pra ishte përkushtuar. Nuk punojam. Çfarë bëje me të? Dhe kur fillove që të kisha ato flamuj të kuq që po shtoheshin dita ditës? Kur filloi që të lëvizte më shumë, sepse kur ishte vetëm në krevat, unë duke qenë se dallova autizmin tek Amoni që 3 muesh, nga fakti që ishte shumë hiperaktiv edhe ishte ndryshe, kishte diçka ndryshe në mënyrën si refuzonte të flinte, ishte shumë rezistent ndaj gjumit, ishte shumë kokfort. Dhe nuk shifte në sy, kontakti në sy mungonte. Dhe kështu që për mua ishin tregues shumë të qartë. Gjithsesi pastaj kur filloi të lëviz më shumë, ai nisi hapte dollapet, nxirrte gjërat, bënte vrapet, rreth e përqark, po. Rreth e përqark. Hithte ishte e tërhiqnin në tingujt, hithte objekte ndryshme, shifte si binin, se pëlqente edhe tingulli dhe lëvizja. Kishte atë botën e vet, luante me gjërat e veta. Rinte vetëm shumë, do të thënë kishte qef të kalon të kohë vetëm. Këtaqet vetëm, po na do dhe neve patjetër. Jo, dakor, po në atë një moment për shembull kam pas mama që kanë thënë që mund të merresh me një gjë për një kohë të gjatë, të zëresisht aty fare. Po, ashtu është amon. Ashtu është Elia edhe tek si quhet, boxer e pa i vet. Aty luante me kuklla, me çfarë kishte, është fëmijë shumë kurioz, ai edhe ta lësh pa gjë fare, ai e gjen vetë. E gjen një gjë, se është gjithmonë kurioz, do të shoh, të zbuloj. Por që atëherë domethënë 6 muaj kur e bëre kontrollin e parë? Unë që atëherë i thoja mjekëve, pediatrit. I thoja mamis. Mirë po, më thonin duhet presësh derisa të bëhet një vit e gjys, kështu që unë fillova të lexoj, pastaj u informova këtu, fola me mjek këtu në Shqipëri, cilët më sugjeruan çfarë libra, çfarë literaturë të lexoj, çfarë kem parasysh. Edhe jam marrë me kërkime shkencore, si më thon, për të qenë sa më e përgatitur në lidhje me këtë gjë, edhe ka funksionuar, duhet të them, sepse e mora me shumë qef, tash në qef i madh nuk është kur ti e di që fëmia ka nevojë për përkushtim absolut maksimal dhe do jetë gjithmonë i varur prej teje. Se për fëmijën nuk vjen keq që do ketë këtë lloj varësie ndaj një individi tjetër, mund të jetë mund të jetë dikush tjetër, por që do e ketë gjithmonë. Uroj që të zgjidhet, por që të shohim, besoj se do jetë gjithmonë i detyruar që të ketë dikë që ta mbikëqyr. Edhe pse nuk ka kështu ka nuk ka pengesa fizike, domethënë. Ecë shpejt? Ecën shumë, po. Ecën shpejt. Tani është normalizuar, më përpara afuste vrapit nuk e dëgjonte as emrin e vet. E dëgjonte emrin, por nuk e kthente kokën. Nuk ndalonte. Jo. Duhet shkojë të vrapojë, ta merrje se të hikte, të shtukej nëpër lëndina se ne jemi dhe atje në mes të fshatit. Edhe kështu që kjo ka qenë mirë, po tani çka ka ndodhur? Ka ndodhur që Amoni dëgjon emrin e vet, dëgjon komandat, të shef në sy, është ndërveprues. Askush nuk e beson që Amon është autik. Askush, të gjithë thonë kjo s'ka mundësi. Edhe mjekët vetë më ndyshime kishin shumë problem. Për t'i dhënë një diagnozë. Për t'i dhënë një diagnozë, po, sepse kur erdhi momenti i diagnozës, ai kishte bërë shumë përparime. Po, e vërtet, po. Dëgjonte komandat, shifte në sy, luante, ndërvepronte me tjerët. Natyrisht prapë e ka të pengesën tek e folura, jo, do më thënë ka pengesë edhe në artikulim. Ka pengesë edhe në artikulim që dëgjoj. Ka një lloj ngërçi edhe vet, ka një lloj pasigurie, shoh që e ka dhe pak psikologjike, besoj duhet të ndikuar. Mbase duke qenë perfeksionist, sepse ai është shumë perfeksionist, edhe do çdo gjë ta bëj perfekt.
këtu e di që nuk është në nivelin e të tjera, domethënë nuk është aq lart sa që është me tjerat. Edhe besoj e ka pak me turp ose Sa shkoi djale? 4 vjeç. 4 vjeç, si vogël akoma. Po Kristiani më tha tani kur folëm që ka filluar të flasi më shumë edhe në kopë është i vogël, është i vogël. A keti një diagnozë të plot apo jeni ende në proces? Jo, kam. Është diagnostikuar me autizëm, madje ato e vun në nivelin 8, Okej. që do më thënë nga 0 ke 10-a, por Është i diagnostikuar, sepse ndonjëherë presin një kohë të gjatë, qoftë edhe 5 vjeç për t'i dhënë një diagnozë. sepse ato e di çfarë pash që mjekët ku ta gjejnë kur kanë prindër që janë bashkëpunues, që të thonë vetë shifë se ka ka autizëm edhe me ne u lodhën shumë ata. Po na treguan që shumë e vështirë, edhe në fakt mënyra se si ata e thon atë që të lodhin, thua qa po thonë, o zoti madh, bjeri shkurt. Po. E fillojnë me një qetësi tani a thua ti se ti tash. Në fakt, kanë të drejtë ku mendoj prindër të tjerë që e përjetojnë shumë keq. Se unë i mendoj të gjithë si vetja. Ishe e përgatitur për atë që. Isha e përgatitur edhe Kristiani gjithashtu, nuk po merrnim në lajm të keq as pak. Thjesht po merrnim një lajm nga mjeku në lidhje me mënyrën si do jetë e curia funksiononit ju me fëmijën më pastaj. Ka qenë më lehtë për ty ta pranosh se sa për Kristian? Edhe Kristiani e ka pranuar relativisht shpejt. Vetëm fillim ka patur pak ato shqetësime të bullizmi, këto do të bullizojnë. I dukesh e pak e fiksuar ti? Ti i dukesh e pak e fiksuar me idenë që po e fiksohesh kot me djalin, se djalin është shumë mirë. Po, fillim i dukesha pak kështu, ose edhe mjekët nuk kishin thënë asgjë. Po pastaj filloi dhe ai të interesoj edhe e pa që unë kisha drejt, pra edhe Kristiani shpejt e shpejt i hyri studimeve literaturës edhe informimit në lidhje me këtë çështje, edhe shqyqyr Zotit është vërtet shumë baba i mirë edhe Amoni e do shumë, Amon është fëmijë vërtet shumë i lumtur, edhe më bëjt qefi që ne kemi arritur që të kemi këtë lloj raporti me të, edhe që të jetë i lumtur. Ajo është në fakt, është vetëm investim që ju duhet bëni në këtë pikë, domethënë lumturia e tij, sepse është shumë e rëndësishme. Edhe sepse një nga sikletet që shpesh thonë edhe për fëmijët e autizëm është që nuk arrin dot të shprehen, edhe që ti ta kuptosh, edhe duan se s'bën që ti ta kuptosh, por nuk arrin dot të shprehen, edhe kanë një pengesë, dhe ajo i frustron më tepër. Edhe njëherë e ka vuajtur aq shumë këtë Amoni, edhe unë e vuajta bashkë me atë, ishte shumë prekse, domethënë, mënyra se si vërtet donte ta thoshte diçka dhe s'po e thoshte dot, u mërzit shumë, edhe unë u mërzita shumë aty, u preka. Edhe ai ti, domethënë se kisha pas njerë aq të mërzitur me veten. Po që kaloj pastaj shpejt, edhe përpiqem sa herë që ka në një moment të tillë që nuk i ka fatmirësisht të shpeshta, ti them që mos u mërzit se doja dalësh, ti shumë mirë ke bërë gjithë këto përparime, ke bërë shumë mirë e flet, se aty e ndjen dhe ai tek e folura ka ato pak vështirësi, po. Po ai këndon shumë mirë, këndon gjithkohon, është vërtet komunikative, ta thot, ta shpreh në një mënyrë apo në një tjetër çfarë do. E kuptoj. Merresh vesh shumë mirë me Amonin, pra besoj edhe me fëmijët e tjerë të spektrit autik, sepse nuk kam patur mundësi që të shoh shumë fëmijë, nga që nuk shkoj në për takime me prindër. Ka që më duket sikur do nuk je nga ata që futet në për grupe prindësh që kanë janë. Nuk e. Jo, sepse të hanë shumë kohë me muhabet e koti që unë si duroj dot. Për shembull, çfarë mendon? Po vetëm për kohën njëherë duhet me folja gjysore. Është e mirë koha, është e keqe koha. Iku kjo. Vetëm s'poll toku njëherë, se sa të futesh në temë, duhet të bish një orë e gjysë të harxhosh kohë me muhabet e koti vërtet që të interesojnë. Dhe pastaj ç'a të bësh aty, ato kanë nevojë për terapi, pjesa më e madhe e prindërve, janë me vërtet përjetojnë në mënyrë shumë dramatike, mua më
shkaktojnë Ankth. Jo ankth, edhe iritim, më iriton sepse më duken më të papjekur se se fëmijët. Ka nevojë për një terapi prindi në momentin që ka nevojë për terapi, besoj, pjesa më e madhe. Me që kam parë unë, edhe me që më thonin edhe mjekët kur na dan diagnozën, që ishte vërtet e vështirë mënyra se përjetojnë prindrit kur marrin vesh që kanë fëmijët spektrit autik. Dhe besoj duhet ofruar terapi, por mbi gjitha duhet ofruar trajnim për prindrit, sepse prindi bëhet terapisti i fëmisë. Po, sepse terapisti do jetë 1 orë, 2 orë, por pjesa tjetër e mbetur i takon prindit 1 orë, 2 orë në javë, si janë asnjë gjë. Kështu që ti u përfshive në ndonjë terapi asë kohë? Jo, unë s'kisha nevojë fare, sepse unë pësova as shok, as unë as Kristiani, s'kishim nevojë fare, ne ishim direkt për terapi amonit. Plus që... Pra sa vjeç ishte amon që kur nisi terapin? 1 vjeç e gjys. 1 vjeç e gjys. Okej, do të thënë. Mbase, do më thëmë, deri 3-2-shit, diçka e tillë. Mirë, po çam bëri përshtypje është që ata nisën me logopedi. 1 vjeç e gjys logopedi. Po, që unë në fakt më duket jo shumë e logjikshme. Dhe në Gjermani nuk kam bërë që nuk janë shumë të përgatitur në lidhje me këtë çështje. Mungon ekspertiza, mungojnë profesorët, doktorët, mungojnë njerëzit e kualifikuar, mjekët. Sepse ka shumë fëmijë të spektrit dhe ka pak mjek të kualifikuar, për shembull, ndryshe nga çfarë bura re këtu, që më bëri shumë përshtypje kjo qendra e psikoterapist në kombinat, e drejtuar nga doktor Florida Dobi. Vërtet më kalon pa fjalë sepse janë shumë kompetent, e njohin shumë mirë këtë sektor, janë të gjithë njerëzit me grada shkencore, janë njerëz vërtet shumë, edhe doktoresh Florida patjetër fantastike, edhe shumë kompetente, ndërtojnë programe të personalizuara për terapin dhe gjëja kryesore që ata vendosin është zhvillimi. Pra, terapia e zhvillimit. Pastaj logopedia vendoset, domethënë është një tjetër, që vjen me kohën, një pateric, po, nuk është kryesore, nuk është parsore logopedia. Kështu që tani Amoni mbaroi logopedin, ka fillu të zhvillimit në Gjermani. Pra është mbrapsht, po thua ti, funksionon mbrapsht. Prandaj dhe unë po i bëj tani 2 terapi, po bëj një terapi të hartuar, të krijuar nga doktor Florida Dobi, edhe këtë tjetrën që na e kërkon në shteti Gjerman. Se nuk dua që, domethënë tash unë nuk jam më mençur se institucione kompetente. Po. Me çfarë shoh unë edhe për mënyrën se si jam informuar unë lidhje me këtë gjë, më duket pak e kot që të harxohet kohë, po hajt më tash. Ja, e kemi edhe këtë terapin tjetër, edhe u sugjeroj të gjithëve që janë në Shqipëri të shkojnë patjetër atje. Ta provojnë. Është një nga qendrat më të mira në Europë për mendimin tim. Vërtet më kalon pa fjalë, ofrohet fizioterapi. Gjermani s'ke fizioterapi. Në aty në të përfshirë. Edhe është e domosdoshme. Këtë? Apo këto? Apo këtë? Apo këtë? Gjithçka e gjeni në Kids Around the Ring. Brendet më ekskluzive i gjeni në Kids Around nga mosha 0 deri në 16 vjeç, brende si DKNY, Karl Lagerfeld, Kenzo e shumë të tjera, ekskluzivisht vetëm në një dyqan të vetëm dhe për të gjitha moshat, ku më bukur, se një veshje feste apo se një veshje përditshmërie që do të jetë gjithmonë speciale. Ajo që ndodh shpesh edhe në Shqipëri, kam vënë re edhe kur kemi pasur në tjerë që kam pas fëmijët në spektër dhe kam dhënë eksperiencën e tyre personale dhe e kuptoj që ndodh kudo, kjo pjesa e mohimit që nuk e pranojnë në momentin e parë, ka një shok psikologjik, por
duket në një prej le themi postimeve që kemi pasur kohët e fundit me Mami Raltën për shembull, kisha komente të tipit që pse i thoni këto simptoma, sepse këto janë gjëra që i bëjnë të gjithë fëmijët, friksonin nënat e reja, që keni këto, mos flisni kaq shumë për këto tema. Tani është pak paradoksale e gjithë kjo, domethënë ndërkohë që ne po përpiqemi që të ndërgjegjësojmë njerëzit për të çështë, jo mos ma thuaj se nuk dua ta di. Duan të jetojnë në ëndër, nuk duan të zgjohen. Mirë po, ky është problemi sepse duke mbyllur këtë lloj dritareje, ti mbyll derën të ardhmes së fëmijës tënd edhe të vetes tënde si prind, sepse do e nisësh komplet gabim, do e nisësh vërtet me sytë e mbyllur, me veshët mbyllur, nuk do kesh motivimin, nuk do kesh dashurinë, nuk do kesh kujdesin që sepse ai kërkon kujdes edhe më të shumë fshuar, po. Fëmia, nuk do e kesh dot, nuk do e ofrosh. Do e kesh mendjen ke vetja, do rish do merresh me stresin tënd, me hallin tënd, me depresionin tënd, do bësh komplet i pa vlerë për veten, për fëmin tënd, fëmia do përkeqësohet sepse janë fëmijë shumë të ndjeshëm që e ndjejnë, e kuptojnë menjëherë. Reagimi është i menjëhershëm, po. Kanë inteligjencë të lartë emocionale. Po. Edhe jo, është gabim, shumë gabim. Kjo është një temë që mua për shembull më kanë ndihmuar shumë këshillat që shifja, se duke qenë se edhe në Gjermani nuk ka shumë informacion, të gjitha informacionet që mund të merrja në lidhje me këtë çështje më kanë ndihmuar shumë. Po. Dhe sa më shumë të flasim në lidhje me këtë çështje, aq më mirë do jetë, se e drejtë, po. Mua më duket shumë normale, do më thënë fëmija im duket shumë normal. Po, normal. Për çfarë duhet të fshihet? E trajtoj dhe shumë normal, ka shumë cilësi, vlera, do më thënë, ka vetëm vlera dhe cilësi, dhe unë nuk di që të ketë në një ves, apo në një atribut ndryshe që mund ta bëj negativ, vërtet më duket, do më thënë, në çdo gjë perfekt. Kështu që besoj se duhet të flasim në mënyrë që edhe njerëzit mos stigmatizohen, se është tamam stigmatizohet si temë. Po janë çik shqiptarët e kanë këtë në paragjykimin, bullizimit. A e ke pasur ti këtë? Zhak nga të tjerët. Pra e ke ndjerë ndonjëherë veten të paragjykuar? Unë vetë? Dhe nga sy, pra, le të themi për në lidhje me Amon. Jo. Me thënë drejtën, base në Shqipëri, ndonjë kështu, si të shohin në Shqipëri, dhe me thënë qikë. E dyshim. Ose edhe kur të njofim, pastaj qa ka, base se Amoni ka bërtit një këtu, si ku e kësha rëmbyrë. Pa shumë përtasën që kalamajtë. Se ishte një moment, do me thënë vërtet, që... Ja i që? Donte të rinte edhe më gjatë e lodrat, mirë po kishte ndetë shumë gjatë e lodrat, duhet shkonim diku dhe mos kisha çfarë di bëja, isha vetëm me Amon në Tiranë. Edhe ishte një moment që ula aty në tokë filloi bërtitje. Tantrum pra. Aty pati një tantrum dhe nuk i ka të shpeshta, domethënë fatmirësisht. Por që si çdo kalama aty vërtet që ti nuk e bën dot dallimin nga një kalama tjetër. Bëri atara ime se bëri. Vërtet që shef supermarket, shef kudo, shef miqë të ulen aty në tokë e fillojnë. Kështu që aty mund të ketë ndodhur sepse kapa pastaj, më po nga që është trumat. Edhe me zimbajt e fillon kështu lëviz. Aty mund të kem paçi po kjo e ka rëmbykët kalavanin, çka ka bërë kjo. Por që jo në përgjithësi nuk Amon është edhe tip me shumë personalitet dhe çuditërisht jo vetëm nuk e bullizon njeri, po ai domethënë kanë shumë respekt për atë edhe në kopë është. Po me fëmijë të tjerë këtë do atë. Shumë mirë kalon. Ka një marrëdhënie shumë speciale me të gjithë, me fëmijët në kopë, e duan shumë, gjithë ja dinë emrin, e adhurojnë se ky bën çado. Është vërtet kështu, do të vrapon, do të luaj me këtë luan. Kurse fëmijët e tjerë duhet të rinë ulur, duhet të kenë rregulla, po duhet të kenë rregullat në krah. Ashtu tani për këta fëmijë të tjerë Amoni është idhull perëndit, sot lum si ky. Se I kam pa disa herë. Sa vjeç e ke futur në kopësht? 2 vjeç e gjys besoj. A e kishe të vështirë atë momentin e darës? Jo.
Besoj që është shumë argëtuese dhe ai ka shumë qejf tani, ka mësuar, merr vetë çantën, fut vetë gjërat, kputucët i vesh vetë. Domethënë është shndruar në rutinën e tij të preferuar kjo, bashkë me bicikletën. Edhe bicikletën ka qef? Po, E ka mësoj shpejt? Shumë shpejt, i mëson gjërat shumë shpejt, i mëson Se vetë. mendon është 4 vjeç, a? Jo, e kam mësuar, po, bile, je bicikletës, je pak këm pa duar, vetëm kur e shef, thua, iku. Shigjet. Te kjo pjesa e rritjes edhe sigurisht qëndrimit në shtëpi, televizori njëkohësisht, teknologjia, sa ja ke lënë ti këtë pjesë, sepse unë kam pas doktoresha neuropediatri që kanë thënë në njërë teknologjia ndihmon në këtë prizëm. Amonina ka ndihmuar goxha. Kur ja ke nisur për t'ja? Me thënë drejtën, kam nisur që të shoh Alice in Wonderland. Okej. Të 1985-s, filmin musicalin, që është shumë i bukur. Po. Atë e adhuronte, atë kishte qef. Ajo ka këngë shumë të bukura dhe ai ka nisur ka nisë vërtet me gusto, i pëlqenin gjëra shumë të bukura, vetëm ky filmi, ky i pëlqente, vetëm këtë donte. E përsëriste shpesh. Po, sepse aty e kuptova që është autik, sepse e donte vazhdimisht po të njëjtin. Megjithatë, nuk ja kemi lënë me orare të zgjatura, të egzageruara, po në fillim e kam lënë pak, me thënë drejtën, kam bërë gabim sepse nuk kam treguar kaq e kujdesshme, Vigilante ndoshta. Domethënë se isha dhe zën, po ndërtonim edhe shtëpinë dhe në këtë drejtim të kompanjonte ajo. Të gjithë më kuptojnë sepse të gjithë kanë kush ka fëmijë në atë moshë kur janë 6 muaj, 7 muaj, kaq të vegjël, je vërtet s'ke ç'a bën. Megjithatë, pastaj mësoj shumë shpejt celulari nuk ja jap fare, ja kam pas zënë më përpara, se kishte qef të fliste me mamin tim, merte vetë, po nisi të merrte policin, pastaj sepse e ke emergjenca. Është aty, ku më vjen policia në shtëpi, kishte marrë amon 60 herë, dhe unë se dija se ma kishte vjet telefoni. Ma kishte marrë fshehur, asnjë unë se dija ku ishte telefoni. Dhe se çfarë po bëja diçka, vetëm kur vjen policia, na keni marrë 60 herë në telefon. Dhe amon e çfarë bën? I binda asaj për gjithkohës. Po, se s'kishte çfarë t'i bënte tjetër, policia. Nëse. Që atëre ja fshe telefonin ti. Nuk shef në celular me sy. Vetëm tani që flasim bashkë, domethënë që ai jep Kristiani, po s'kam në celular. Tani kompjuterin kam mësuar ta përdor vet. I shef vetëm 1 orë filma në ditë. E hap vet, e di orarin, e merr, di ku lihet. 4 vjeç. Sqet vet në YouTube ç'a do shofi. 4 vjeç. Kam mësuar anglisht. Fantastike. Të numëroj, kam mësuar gjermanisht të numëroj, kam mësuar shqip të numëroj, kam mësuar edhe alfabetin, shqip, anglisht, gjermanisht. Ju pëlqejnë shumë këto këngët me alfabet dhe me numra. I kam blerë dhe unë sa tablete me numra. Edhe kam mësuar të numëroj. Në atje bënin ndërkopjes apo jo? Vetëm këtu. Vetëm këtu. Të kanë lënë disa ushtrime që mund t'ja bësh? Po, i kam ato ushtrimet, më tha dhe fizioterapisti çfarë duhet bëj, edhe çfarë lloj kputucesh ti vesh, edhe domethënë kryesisht çat kem parasysh. Por më bëri përshtypje sepse ishte vërtet shumë ndihmëse e madhe. Sepse për këtë gjë nuk flitat fare në Gjermani, ose të jep askush një këshill. Ndërsa te qendra këtu shkonte fizioterapisti, shkonte sociologu, shkonte psikologu, shkonte logopedisti, kalonte të gjithë edhe secili t'jep ato të vetën. Atje i keni të siguruar pa para, besoj? Po si pa para është edhe këtu. Po si atje funksionon pa para. Atje me siguracionet. Me siguracionet. Se ne paguajmë sigurimet edhe këto janë shërbime që gjasme ti paguan shteti, Normalisht, domethënë, siç duhet ti paguaj edhe këtu. Për shkollën, ç'a ke menduar? Po, mua më pëlqejnë metoda Montessorit, ose Waldorf, ose kështu që më duket. Një nga këto, mendoj që edhe Amoni të shkon me si tip. Të shohim, nuk kemi arrit akoma deri aty, po... Po edhe parashkollore, pra e gjitha kjo. Parashkollore tani ai është shumë mirë atje në Kopësht. Në Kopësht, Kopështi është Kopësht normal, edhe Amoni është i vetmi fëmijë me autizëm aty në fshat,
Se duke qenë se jemi fshat, pak fëmijë ka, nuk është se ka shumë. Si ka qenë ai momenti i parë kur e pe veten pas lindjes në pasqyrë? Po kështu nga fytyra nuk ngjaja keq, bukur ngjaja, po kofshët më fërkohesh me njëra tjetra dhe për mua ishte gjë më e tmerrshme në botë. Se nuk isha mësu. Edhe ajo më shqetësonte pak sepse isha shumë e ojntur. Edhe si isha mësuar e ojntur, më fryeshin këmbët. A ke qarë? Në lidhje me këtë gjë? Në lidhje me këtë gjë? Jo. Ke pasur në një moment? Kur? Asnjëherë. Je vetmi moment që kam ndjerë vërtet që u ndjeva keq ishte kur nuk pash Amonin që nuk që ishte edhe vetë i mërzitur që donte të fliste, të thoshte diçka dhe radhe murit që nga nerva, domethënë aty e pash që u mbushën syt me lot. Aty u ndjeva keq. Por që jo tash ti, patjetër që edhe nuk qajnë syt Amonit sepse ai është edhe shumë i ndjeshëm edhe të vjen aty direkt mërzitet po të qaj. Që edhe nuk ka ndodh, po... A ke pasur ndim, Zhak? Po ka qenë Kristiani, ka qenë Gërxhandin. Po ka qenë mamaja Kristianit, ka qenë mami im, se nga që kemi marrë edhe me punë të shtëpisë, erdhi dhe mami, ka qenë Gërxhandim. Pastaj vet e kemi mbajt Amonin gjithmonë. Amoni aty në kantier ndërtimi dhe Amoni me ne. Pse Amon? Amon sepse lidhet, domethënë mua më pëlqen, është edhe emër i vjetër egjiptian, Amon Ra, që ka qenë një mbret. Mbreti nuk mbahet për ndonjë mbret shumë pozitiv, domethënë nuk ka të bëjë me atë me karakteristikat e tij si njerëzore apo qeverise. Por mua më pëlqen emri, si tingëllon, pëlqen edhe se është një fjalë që unë e përdor, Amon. E kam në jargonin tim, po, Amon Dermon. Shumë e bukur, po. Edhe shkon Amon Kreutz është e bukur. Kjo ishte. Kjo ka qenë, nuk është se ka pas një... Ja, kjo. Nëse do i shkruaje një letër Amonit sot edhe ai do lexonte pas 20 vjetër, çfarë doje të thoje në këtë moment atij? Që jam shumë krenare për atë dhe dua shumë dhe që gjithmonë do më ketë në krahun e tij edhe që gjithmonë do jem aty për atë dhe gjithmonë do bëj të pamundur që ai të jetë i lumtur. A ke frikë nga ardhmja, Zhak? Jo, nuk kam. E vetmja gjë që më mundon pak është e ardhmja e Amonit, domethënë dua të di kushdo kujdeset për Amonin kur mos jem unë. Megjithatë e di që Zoti do i zgjidh gjitha gjërat. Po, plus që Amoni nuk është se ka nevojë për një kujdes të tillë kaq rigoros, sepse ai gjithmonë më shumë po bëhet i pavarur. Edhe se di, jo, nuk kam frikë tjetër, nuk kam. Vetëm kjo. Më përpara nuk e njihja frikën fare si ndjenjë. Kurse tani kam vetëm këtë. Po nuk është frikë, është merak më shumë. Nuk është se e vras shumë mendjen. Të ka ndodhur të përballesh me prindër që nuk e pranojnë që fëmijën e kanë në spektër? Po, më ka ndodhur, por më ka ndodhur më shumë, më kanë thënë të tjerët, ose kam parë intervista, ose kam dëgjuar nga terapist ose nga mjek. Më vjen shumë keq, po vërtet s'kam çfarë të them, sepse çka ka për të mos pranuar, domethënë, është fëmia yt gjithsesi. Ky fëmijë ka nevojë gjithsesi për kujdes, domethënë zgjoh nga gjumi, nuk ka kohë për të qarë, për ta dramatizuar situatën, për të përgëdhelur. Më duket vërtet shumë pa pjekuri e madhe që të rrish të qashe, të zhytesh në depresion. Si më ra mua gjë? Po, jo. Jo, fare, shife si fat, thua shqyr. Sepse do mësoj, edhe mëson shumë, unë kam mësuar shumë. Kam mësuar shumë në lidhje me psikologji njerëzore, kam mësuar shumë në lidhje me aspektin shpirtëror, me inteligjencën si funksionon. Kam mësuar vërtet shumë gjëra përmes Amon. Kam mësuar si komunikon njeriu edhe kur nuk komunikon verbalisht. A je sot një tjetër njeri fal ti? Po, patjetër. Jam shumë. Fatmirësisht. Janë procese të jetës që të sjellin patjetër në faza të ndryshme të gjendjes emocionale dhe mendore, por që duke qenë dhe autik patjetër të bën edhe më të përgjeshme edhe më
më të kujdesshme dhe patjetër që më ka bërë shumë mirë që një të nën, jam shumë e lumtur. Fjalë që e përshkruan Amosin, sipas teje. Dashuri, kështu i them dashuri, jeta ime ti, dashuria ime ti. Gjëja ose fjala më e bukur që të ka thënë ty ai. Hajde. Vdes kur më thot hajde. Sa hajde ka thënë që herët fare dhe thot, po. Dhe çfarë duhet thoja atyre prindërve që po e kalojnë këtë rrugtim sot? I them mos u dëshpëroni fare, mos humni të ruan, duhet të jeni fit për veten edhe për fëmijën tuaj. Merrni situatën dorë, informoni, ka libra, ka literaturë pafund, po edhe të shkojnë tek qendra e psikoterapisë për trajtimit të fëmijëve në kombinat patjetër tek doktor Florida Dobi, të bëjnë çfarë u thon ata, kaq, shumë e thjeshtë është. Dhe doje që të flitej më shumë për këtë gjë, Zhak. Patjetër që duhet folur, por unë mendoj që në këtë rast nëse duam të ndryshojmë dhe të ndikojmë për mirë apo të ndihmojmë pak në përparimin në përmirësimin e kësaj çështje, kësaj situate për prindët, duhet të ofrohet terapi, jo terapi vetëm për fëmijën, por duhet të ofruar dhe trajnim Dhe terapi për prindin. Në formë terapie, po edhe trajnim për prindët, patjetër. Po duhet trajnim. Po. Pra, duhet të jenë prindrit patjetër gjithkohon. Po. Shumë fit, shumë të ditur në lidhje me, shumë të informuar. Është e vetmja gjë që mund të ndihmosh, është ta kesh të jetë prindi 10 herë më i mirë se mjeku. Faleminderit që ishe në mamë. Faleminderit shumë, u kënaqa shumë.